Përshëndetje gjithëve, lutem. Flamujt lart, flamujt kombëtar dhe të Bashkimit Evropian lart, fort, fort, fort. Shumë faleminderit. Mirë se erdhën Gram zoti kryeministër, në Gramshin që do Gramshin dhe Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit gjithë ju që keni ardhur sot në këtë takim elektoral. Faleminderit dhe mirënjohje për gjithë kontributin, për gjithë mbështetjen që keni dhënë Partisë Socialiste në çdo garë elektorale, në vendore e në të përgjithshme. Bashkë me Edin dhe Partinë Socialiste kemi ndërtuar shkolla. Bashkë me Edin dhe Partinë Socialiste kemi ndërtuar ujësqetësa. Bashkë me Edin dhe Partinë Socialiste kemi ndërtuar dhe urbanizuar rrugë në fshate në qytet. Kemi ndërtuar lagje e gjithçka tjetër që i shërben zhvillimit të qytetit, zhvillimit të fshatit. Shumë faleminderit edhe një herë që jemi sot të gjithë këtu. Unë dua të ftoj kandidatin e Partisë Socialiste për Gramshin, djalin ton, mjekun e talentuar, doktor Geldon Fezo. Faleminderit. Të dashur bashkëqytetar, miq dhe familjar të Gramshit. Sot nuk flas si një qytetar i thjesht që kërkoi besimin tuaj. Sot po flas si biri i këtij qyteti. Si dikush që ka lindur dhe është rritur në këtë qytet, që njeh rrugicat e tij dhe i ka ndier shqetësimet tuaja, por ka ndarë dhe ëndrat tuaja. Në këto vite, Shqipëria ka hyrë në një rrugë të re zhvillimi, fal punës së qëndrueshme dhe vizionit të qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama. Shqipëria po ndryshon dhe po ndryshon me hapa të mëdhenj, fal një vizioni të qartë, që është Shqipëria 2030. Ky vizion nuk është vetëm një plan në letra, është një rrugë drejt një Shqipërie moderne, europiane, më të fortë ekonomikisht dhe më të drejtë për qytetarët e saj. Ky vizion më ka sjell sot këtu para jush. Dua ta çoj këtë vizion në shtëpitë tona, në rrugët tona, në të ardhmen tonë të përbashkët. Dua që ne ta ndërtojmë bashkë Gramshin e vitit 2030. Një Gramshi rritet, që zhvillohet, që kthehet në një pikë referimi për turizmin, ekonominë dhe shërbimet. Gramshi ka pasuri të rralla, ka liçenin e banjës, ka zonat mrekullueshme malore, liçenin e dushkut me zambakët e bardhë, kanjoni i Holtës, ka ujvarin e Sotirës që të lë pa fjalë. Këto nuk janë thjesht pamje për foto. Janë burime të vërteta zhvillimi. Janë pasuri që ka ardhur koha të kthehen në vende pune, në biznese lokale, në jetë më të mirë për të rinj dhe familjet tona. Unë nuk vi të premtoj gjëra boshe. Vi me bindjen e thellë se Gramshi mund të jetë dhe do të jetë më mirë. Sepse unë e dua këtë vend, e ndjej çdo hall dhe çdo shqetësim. Dhe mbi të gjitha kam vullnetin dhe përkushtimin për ta kthyer këtë dashuri në vepra konkrete. Pra, le të bashkohemi për një Gramsh që ecën përpara, që ofron mundësi dhe që është i gjallë, modern dhe krenar për rrënjët e veta. Le ta çojmë përpara Gramshin që duam së bashku. Faleminderit. Ftoj drejtuesin politik të Qarkut, zoti Mazliku. Përshëndetje Gramshi, është kënaqësi e jashtëzakonshme të ju shoh kështu plot gjithë këtu me energji dhe një herë sipër flamurët. Se sot Gramshi është i bashkuar dhe i qartë, ashtu siç është në fakt e gjithë Shqipëria.
që ne jemi në një udhkryq në cilin ne duhet marrim një vendim, dhe këtë vendim e kanë në dorë populli shqiptar i gjithë Shqipërisë, Gramshi, Qarku Elbasanit, për të vendosur në çfarë drejtimi do të shkojë Shqipëria. Nëse do të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, nëse do të shkojmë drejt integrimit në Evropë, nëse do të shkojmë drejt zhvillimit, apo nëse do kthehemi drejt Baltës Kënetës. Dhe unë besoj që populli Gramshit është më i qartë se kushdo tjetër, që ne do ecim drejt zhvillimit, drejt Evropës, me Edin dhe Partinë Socialiste do ta çojmë Shqipërinë atje ku është ëndra e shqiptarëve prej shekujve, ta çojmë Shqipërinë në Evropë. Dhe kjo nuk është një çështje thjesht krenarie kombëtare, nuk është thjesht çështje një pasaporte, e cila është padyshim shumë e rëndësishme, se është pjesë e dinjitetit tonë, po është një mekanizëm për të pasur më shumë investime dhe më shumë zhvillim për Gramshin. Tani ju keni një kryetar bashkie shumë të mirë, i cili mundohet vazhdimisht për të zgjidhur problemet e qytetit, Besi mundohet vazhdimisht për gjithë problemet, por e vërteta është kjo, sa do të punoj bashkia, sa do të punoj Besi, nuk ja del do t'i zgjidhi problemet që ka Gramshi, po nuk patim mbështetjen e qendrës, e qeverisë qendrore në Tiranë, dhe po nuk patim mundësinë që t'i ketë lënë vend vetes që kur të marrin telefon Tiranë, atje t'ia hapin telefonin. Njësoj si kjo marrëdhënie midis Gramshit dhe Tiranës është dhe marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ne na duhet që në krye të punëve të vendit kemi një njeri i cili ka një vizion si të zhvillohet Shqipëria, do ta zhvillojë Shqipërinë, e ka treguar këtë me fakte, por i ka lënë dhe vend vetes që kur të marrin telefon në Evropë, t'ia hapin telefonin. Dhe pyetja është e thjeshtë. Si mund ta bëjmë këtë ne? Si mund të shkojë Shqipëria në Evropë? Dhe unë besoj që përgjigja është e qartë, vetëm me Edin dhe Partinë Socialiste. Dhe ne kemi shumë punë përpara për të bërë, dhe ky është një mandat i cili nëpërmjet mundësisë për të qenë Bashkimi Evropian, për të pasur më shumë mbështetje nga Bashkimi Evropian, ne mund të sillim dhe më shumë gjëra për Gramshin. Ktu padyshim që ka filluar një erë e re. Në Gramsh tani më dhe me rrugën e re ka gjithmonë më shumë turistë huaj, të cilët kanë filluar të vinë gjithmonë më shpesh për turizmin e aventurës, kanë filluar të nisin agroturizmat e parë, çka do të thotë më shumë ekonomi, më shumë punësim dhe më shumë zhvillim për Gramshin. Por padyshim që Gramshi ka edhe shumë sfida. Ndaj dhe këtë mandat, asfaltojmë rrugën Bulçar-Lernie, e di që Lernia ka këtë kërkesë për kohësh, rruga për te liçeni Zambakëve, liçeni Zi, Grabovën e Sipërme. Rikonstruojmë kanalin Vaditës Valamarës. Në Kukur, asfaltojmë rrugën Kodovjat Kukur, ndërtojmë usjellsin e Grazhdanit. Në Kushov, asfaltojmë rrugën Gramsh Sotir. Në Pishaj, ndërtojmë usjellsin Galigat Cingar Osteneth, ndërtojmë urën e Lirasit. Në Poroçan, ndërtojmë usjellsin e Kabashit, ndërtojmë urën e Holtasit. Në Skënderbegas, asfaltojmë rrugën Gramsh Skënderbegas, lotin e tretë që ka ngelur pa mbaruar. Në Sult, asfaltojmë rrugën Zgjup Sult. Në Tunj, asfaltojmë rrugën Shemriz Tunj, Degëzimi Lubinjës. Dhe në Kodovjat, rikonstruktojmë kanalin Vaditës Mashan Kodovjat Bersnik, ujësjellsin Bulçar Kodovjat Bersnik dhe shkollën e mesme të Kodovjatit. Të gjitha këto janë punë, të cilat nuk bëhen vetëm dhe mund bëhen nëpërmjet një bashkëpunimi të mirë me Bashkinë dhe Qeverinë Qendrore dhe mund bëhen vetëm me Edin dhe Partinë Socialiste. Dhe tani dua të tras drejtuesin ton në këtë ëndër historike të shqiptarëve, për t'ja dalë për qenë drejt Bashkimit Evropian, Edi Rama.